Përveç fushatës elektorale, policia e shtetit ka hartuar planin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë në aktivitetet përmbyllëse të subjekteve politike, si dhe përgjatë ditës së zgjedhjeve. Sipas policisë, tashmë janë marrë në ruajtje objektet zgjedhore që shërben si KZAZ, që në momentin që kanë shkuar materiale zgjedhore, si dhe kryen shërbim në momentin që largohet komisioni i KZAZ-s nga objekti. Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5225 objekte që do shërbejnë si qendra votimi e që do merren në ruajtje nga policia ditën e shtunë. Lista me 5316 punonjës policie dhe automjet e policie që do angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve është dërguar në KQZ dhe është miratuar. Ditën e diel është dita finale, me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërben si qendra votimi. Punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19, ndërkohë që në orën 18 së dielës merren në ruajtje të gjitha objektet ku do bëhet numërimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Policia e shtetit i bën apel qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar apo që synon të tjetërsojë votën e tyre, si dhe të gjitha subjektet politike që të zbatojnë me korrektësi detyrimet ligjore dhe të bashkëpunojnë me policinë e shtetit për çdo rast të cënimit të ligjit.